Banorët e lagjes Çupi në fshatin Vajkal të Buqizës janë të shqetësuar për lëvizjen e tokës. Prej disa vitesh ata po përballen me rrëshqitje të vazhdueshme të dheut, i cili ka shkaktuar dëme të mëdha. Bashkim Çupi tregon se problemet në këtë lagje kanë nisur që me hapjen e trasesë së rrugës së Arbrit më shumë se 15 vite më parë. Ai thosë se asnjë drejtues vendor nuk ka marrë masa deri tani për parandalimin e rrëshqitjes së tokës, ndërsa ajo vijon të çaj çdo vit. Çupi shton se veç tokës apo mureve rrethuese, dëme kanë pësuar edhe banesat të cilat për pak kohë mund të rrezikojnë shembjen. Sipas tij apeli i drejtuar pushtetit vendor në gjithë këto vite ka rënë në vesh të shurtër. Më të rrezikuara nga lëvizjet e tokës janë banesat e vjetra, ku shumë prej tyre kanë pësuar çarje të mëdha në mure. Ka hut veni, ka hut mbi 4 metra veni. Këtu punime bën kot. Tu e prish shtëpia, se që mbo shtëpia, se që mbo shtëpia më tonë. Lagja më tonë ka hikë komplet, nga 20, ka qenë rreth 20 shpaj, kanë hikë këtë, nga ullja vendit. Ka shku ka rreth 4-5 metra ka ullë vendi poshtë. Kanë ardhur inxhinierë kanë pa, asë lloj perspektive kanë dhënë, zero. Çiki mua bë vjet, shefe. Sa ka hut? Vjetër po she. Ka qenë gjithë, tash si është betoni. Dorse nuk e dim ata punë, e dim vesh qeveria. Këtu e ujit Vatitës, është bëkar ujit Vatitës, të bëhet fshish vjet, nuk e ka i pejgu i Vajkalja për Vatitja. Këtu në zhjithë kretar fshati o mik. Nuk do, kretar këshilë bashkjak nuk do më zhjithë kretar e fshatit. Asë fshati i Vajkal nëmër 1, asë 2 nuk kanë fare. Këtu i pushtetit për Universitet ka thonë se dhe garancia. Zero garanci. Këtu ka thonë bila, ka thonë inxhinierët mos bën investime. Kjo nuk është hera e parë që banorët e kësaj lagje ngrenë këtë shqetësim, ndërsa apeli i tyre deri tani ka rënë në vesh të shurtër.